Barrierat mbrojtëse në aksin Shkodër-Velipoj janë dëmtuar, ndërsa në shumë segmente janë tërësisht të hequra, si pasojë edhe aksidenteve të ndodhura ndër vite. Kjo gjendje infrastrukturës rrugore mbetet shqetësuese dhe krijon rrezik të shtuar për drejtuesit e mjeteve që qarkullojnë në këtë aks, veçanërisht në segmentet ku janë dëmtuar mbrojtëset anësore. Dëmtimi i këtyre barrierave është bërë i dukshëm pothuajse përgjatë gjithë aksit, ku në disa pika ato janë shtrembëruar ose janë nxjerrë jashtë funksionit, duke mos përmbushur me rolin e tyre mbrojtës. Përballë kësaj gjendje, problem mbetet edhe sjellja e drejtuesve të automjeteve, të cilët shpesh nuk respektojnë rregullat e qarkullimit, duke lëvizur me shpejtësi mbi normat e lejuara ose duke kryer parakalime të gabuara, duke rritur ndjeshëm rrezikun për aksidente në këtë segment rrugor. Aksi Shkodër-Velipoj konsiderohet një ndër më problematikët për sa i përket qarkullimit, sidomos gjatë sezonit veror ku fluksi i automjeteve rritet ndjeshëm për shkak të vizitorëve që drejtohen drejt Bregdetit të Velipojës.